Se hani qep, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë shumë vonë për ju. Janë të njohura thëniet popullore se ngrënia e qepës mund të fuqizojë më mirë shëndetin tuaj, por shkenca e ka verifikuar këtë. Dobit e qepës në organizëm janë të shumta dhe ekspertët e cilësojnë atë si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese. Sipas Wellnet do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qepës në përditshmërinë tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qepët ndikojnë në rritjen e rezistencës së trupit. Qepa do të ulë gjithashtu edhe problemet e tensionit të gjakut. Specialistët pohojnë se qepa forcon zemrën, haporeksin dhe lëngu i saj mund të jetë një mburojë shumë e mirë në luftën kundër bakterieve të këqija që ndodhen në trupin tuaj. Qepa është shumë e dobishme edhe kundër problemeve të anemisë dhe ekspertët e cilësojnë atë si një prej përzgjedhjeve më të mira të rëndësishme të dietës suaj. Ajo gjithashtu ngordh parazitët që ndodhen në zorë dhe ndihmon në jashtëqitjen e rregullt. Nxjerr jashtë të trupit substancat e dëmshme, pakëson gjithashtu lodhjen e trurit, normalizon të rrahurat e zemrës, parandalon gjithashtu problemet e prostatës, ndihmon kundër problemeve siç janë bronket dhe është e dobishme kundër problemeve të astmës. Ajo ndihmon edhe në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Qepa do të ndihmojë dukshëm në efikasitetin e përmirësimit të shëndetit dhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Shtimi i qepës në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për efikasitetin e sistemit urinar. Studime të shumta kanë vënë re se qepa është shumë e nevojshme për njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu edhe nga problemet e luhatjeve të glukozës, pasi do të ulë përqindjen e glukozës në trup. Ajo është gjithashtu me interes të lartë edhe në parandalimin e problemeve kardiovaskulare, ku bie në sy roli i substancave të qepës që quhen quercetin, një lloj mbrojtësi kardiovaskular veçanërisht kundër problemeve të arteriosklerozës. Qepa përmban gjithashtu substanca të mira të sqyfurit, të cilat e bëjnë atë edhe mjaft efikase kundër komplikacioneve, çka e bën atë edhe më të efektshme sidomos kur e presim. Përdorimi i qepës në dietat tona ditore mund të luajë një rol fantastik në menaxhimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit. Sidomos ekspertët sipas Spitalit Anderson Hospital kanë arritur të veçojnë se qepa është një substancë e pasur me folisulfide që kanë veprime të jashtëzakonshme kundër problemeve të radikaleve të lira në organizëm. Ekspertët thonë se qepët janë të mira për organizmin dhe për sa kohë konsumohen me kujdes në dietën tuaj, përfitimet e tyre në shëndet do të jenë gjithashtu shumë efikase. Po kështu edhe shkolla e mjekësisë dhe stomatologjisë në Universitetin e Harvardit SBA ka zbuluar se një substancë e njohur që gjendet te qepa mund të largojë qelizat e dëmshme nga goja dhe të përmirësojë gjithashtu organizmin tuaj. Kjo lëndë ka frenuar gjithashtu në mënyrë të habitshme shumimin e qelizave të këqija dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Për sa kohë qepën e keni pjesë të dietave tuaja, konsumi i saj me kujdes në përditshmëri mund të kthehet gjithashtu në një aleat të vërtetë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Victor Greenwich, i cili zbuloi për herë të parë për komunitetin shkencor ndërkombëtar se qepa ishte aftë të kompensonte dëmtime të tilla të cilat mund të krijonin yndyrnat. Kjo u vërtetuar gjithashtu edhe nga Universiteti Amerikan George Washington i Bostonit, duke shtuar se substancat e qepës nuk lejojnë krijimin në gjak të mpiksjeve të forta, duke shtuar se substancat e saj janë gjithashtu mjaft të mira për shëndetin vaskular dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i qepës në përditshmërinë e dietave tuaja do të luajë një rol fantastik kundër radikaleve të lira. Efektet e veçanta janë vënë re në luftën kundër problemeve të zorrës së trashë dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Instituti i Farmakologjisë Mauro Negri në Itali, në bashkëpunim me një grup studiuesi zhvicerian, përmes 8 studimeve të ndryshme zbuluan se njerëzit që konsumonin qepën në dietën e tyre
kishin gjithashtu 50% më pak mundësi që të prekeshin nga problemet që shkaktojnë radikalet e lira në organizëm. Shtimi i qepës në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një element të vlefshëm ushqyes në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit. Ekspertët e veçojnë qepën si një nga perimet më të mira ushqyese që mund të luajë një rol parandalues kundër komplikacioneve. Të gjitha llojet e qepës konsiderohen burime të mira të lëndëve ushqyese. Vitamina C që gjendet te qepa mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë përfitime unike dhe të parandalojë gjithashtu krijimin e radikaleve të lira ndikuese në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ajo është e pasur me efekte të mira që luftojnë gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira. Këto janë molekulat që trupi juaj i prodhon ndonjëherë dhe mund të shkaktojnë edhe dëme. Ekspertët e rekomandojnë 90 mg vitaminë C në ditë. Kjo vlerë ditore ose sasia e lëndëve ushqyese që gjenden te ajo do të luajë një rol mbrojtës në organizëm dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Qepa do të ofrojë nivele shumë të mira të fibrës. Qepa ka 2 lloje të fibrës dietike dhe prebiotike. Një filxhan me qep do të ofrojë 12 deri në 21% të vlerës ditore të fibrës që u nevojitet të çdo ditë. Fibra ju ndihmon të ndjeni të ngopur për më gjatë dhe të parandaloni gjithashtu konsumin e ushqimeve të dëmshme dhe të përmirësoni një shëndet më të mirë të zorrës. Qepët janë të pasura me antioksidant. Të gjitha qepët kanë quercetin, një përbërës flavonoid ose antioksidues. Quercetin ka efekte të mira antiinflamatore që ndihmon trupin tuaj të prodhojë edhe vitaminën E. Shumë e rëndësishme kjo për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Gjithashtu, vitamina B6 që gjendet te qepa do të përmirësojë shëndetin tuaj vaskular dhe ndihmon gjithashtu në prodhimin më të mirë të qelizave të gjakut, citon WebMed. Për sa kohë, qepa është pjesë e dietave tuaja ditore, edhe konsumi i saj me kujdes do të ofrojë ndikime të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që qepën ta keni pjesë të dietave tuaja dhe do të parandaloni gjithashtu komplikacionet që i kanosen organizmit. Është tregtuar për herë të parë para 3500 viteve dhe qepa ka simbolizuar përjetësinë për shkak të formës së saj rrethore. Qepët janë të pasura me përbërës sulfurik, që japin asaj aromën e fortë si dhe shkaktojnë lottimin e syve. Studimet sugjerojnë se qepët mund të ulin tensionin e gjakut, të ulin riskun e zhvillimit të ataku në zemër, madje të ofrojnë mbrojtje kundër problemeve të ndryshme. Një qepë e madhe ka vlerën 63 kalori dhe përmban gjithashtu edhe element të dozës së vitaminës C që nevojitet çdo ditë. Qepa është e mirë kundër rënies së flokut. Studimet e kahershme kanë treguar se aplikimi i lëngut të qepës në skalë për 8 javë mund të parandalojë rënien e flokut te njerëzit të cilët do vuajnë nga alopecia. Gjithashtu qepa është një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët do vuajnë gjithashtu nga diabeti. Studimet kanë treguar se konsumi i qepës në dietën tuaj ditore mund të mbajë edhe konstant nivelet e sheqerit në trup. Për sa kohë ajo konsumohet me kujdes dhe gjithashtu brenda normës së rekomanduar, qepa mund të përkthehet si një mbrojtëse shumë e mirë e situatave tuaja të vështira. Ekspertët thonë se qepa është e mirë për organizmin edhe kundër problemeve që shkakton tensioni i lartë i gjakut. Studimet kanë treguar një zëri se marrja e ekstraktit të qepës në dietën tuaj për 6 javë mund të ulë në mënyrë konsiderueshme tensionin sistolik të gjakut të njerëzit të cilët do vuajnë nga hipertensioni. Studimet kanë treguar se marrja e produkteve të tilla në dietën tuaj do të përkthehet në një element mjaft të mirë ushqyes në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e shqetësimeve. Sigurohuni që qepën ta keni pjesë të dietave tuaja, pasi do të ndihmojë gjithashtu edhe në betejën kundër problemeve që shkakton obeziteti në shëndetin tuaj. Studimet e kahershme kanë sugjeruar se përdorimi i ekstraktit të qepës në dietën tuaj mund të ofrojë përfitime më të mira kundër mbipeshës dhe gjithashtu stabilitet më të mirë të kilogramëve tuaj. Për sa kohë konsumoni me kujdes dhe gjithmonë në sasinë e duhur, përfitimet e qepës në organizëm do të jenë të shumëfishta. Vëmendje:
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.